Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Kur humbet një nga njerëzit e tu të dashur, dikë që shumë i afërt, shumë i dashur për ty, është e natyrshme të hidhrohesh. Të gjithë trishtohemi sepse kontributi i këtij personi në jetën tuaj, në kuptimin praktik, ka përfunduar. Megjithatë, ajo që ata kanë lënë jetën tuaj nuk ka marrë fund. Dikush ka thënë, një jetë e jetuar mirë, lëpas të sare të bukura që shkëlqejnë brigjet tona. Dhe ashtu si fëmijët kanë qejf të mbledhin guacka kur ecin përgjatë oqeanit, edhe ne mund të mbledhim cilësitë e bukura nga një jetë e jetuar mirë. Ndërsa vajtojmë për humbjen tonë, duhet festojmë edhe jetën e personit që na mungon aq shumë. Ajo ose ajo ka lënë pas të sare që baticat e jetës nuk mund t'i fshin. Mendoni për disa prej tyre. Kontributi që ky person dha që ju të bëheni personi që jeni sot. Mënyra se si miku ynë i përdori dhuratat e tij ose të saj për të bekuar të tjerët. Buzëqeshja e ëmbël dhe historitë e shekate shumta që akoma na bëjnë të qeshim. Ndoshta dashuria e pareshtur e personit për Zotin edhe për ju. Lista mund vazhdoj pa pushim. Askush nuk mund t'ua marrë këto thesare. Apostulli Paul ishte një inkurajim shumë i madh për një pastor të ri, të quajtur Timote. Ai i shkroi Timoteut, sepse kujtoi besimin e sinqert që është në ty, i cili më parë ishte tek gjyshja jote Lojde, dhe tek nëna jote Eunike, dhe jam i bindur se është edhe tek ti. Pali po kujtonte kontributin e besimit që gjyshja dhe nëna e Timoteut kishin lënë në jetën e tij. Ai ishte i bindur se i njëjti besim ishte në jetën e Timoteut, të transmetuar nga brezat e mëparshëm. Nëse kohët e fundit keni humbur ndonjë nga njerëzit e tu të dashur, mendoni për thesaret që keni nga një njeri veçantë. Mblidhini ato dhe ndërkohë që kujtoni dashurinë e tyre, festojini jetën e tyre, edhe pse nuk janë më midis nesh. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.